Presidenti Amerikan Donald Trump dhe presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky pritet të takohen brenda pak ditësh në Washington për të finalizuar marrëveshjen e paqes për Ukrainën. Ky takim vjen pas një sër bisedimesh sekrete të zhvilluara në Abu Dhabi ku ekipet amerikane kanë negociuar me përfaqësuesit e Rusisë dhe Ukrainës për detajet më delikate të planit të ri prej 19 pikash. Zelensky vlerësoi se janë bërë hapa të rëndësishëm drejt finalizimit të marrëveshjes, por paralajmëroi se pjesa më sfiduese mbetet përpara. Ka ende punë për të gjithë, ne është shumë sfiduese të finalizojmë dokumentin dhe ne duhet të bëjmë gjithçka me dinjitet, tha ai duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit dhe kujdesit gjatë negociatave. Trump gjithashtu ka dhënë sinjale optimiste për përparim duke shkruar në rrjetin social Truth Social se diçka e mirë mund të jetë duke ndodhur në bisedimet e paqes, edhe pse mbetet të shihet rezultati. Ndërkohë tensioni në terren vazhdon pasi Vladimir Putin kreu një sulm të fuqishëm gjatë natës në disa qytete ukrainase duke përdorur raketa dhe dron dhe shkaktuar të paktën 6 viktima. Ky takim pritet të vendosë tonin për hapat e ardhshëm të diplomacisë amerikane dhe ukrainase duke ofruar mundësinë për një avancim të rëndësishëm drejt një marrëveshje e paqeje ndërsa konflikti në Ukrainë mbetet i dhunshëm dhe i paparashikueshëm.